ne qysh vite më përpara jemi edukuar shumë ndryshe mënyra se si rritet një djalë në një vajzë. Dhe që këtu fillon, që në gjenes. Çfarë prioritetesh ka një djalë dhe çfarë, si të thuash, anashkalime i bën një vajzë ose misogjiniteti në kuptimin që prioriteti me inferioriteti, ky diferencimi që është i dhimbshëm realisht kur ndjehet edhe kur thuhet vërtet ashtu siç vërtet perceptohet. Seksualiteti të adoleshentët kalon përmes periudhave nga pasiguria në konfuzitet. E mendojnë, a është normale kjo që më ndodh mua? A më ndodh vetëm mua kjo? Dhe prandaj grupimi edhe shkëmbimi midis njëri tjetrit i bën një farë mënyre më të qetë. Vlerat, besimet, emocionet, përjetimet janë gjëra që duhet të jenë gjithmonë të trajtuara, të ezauruara, mos të ngelen diçka, një hendek ose një gep i patrajtuar.